Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 24 dhe paragrafi 45. Mateu 24:45. Mateu kapitulli 24 nga paragrafi 45. Cili është pra ai shërptor besnik dhe i mençur që zotëria i tij e caktoi për mbi shtëpijarët e vet për t'u dhënë atyre ushqimin në kohën e duhur. Luma i shërptor që kur të kthehet, zotëria i tij e gjen duke bërë kështu. Në të vërtetë po ju them se ai do t'ja besojë administrimin e gjithë pasurisë së vet. Por nëse ky shërptor i mbrapsht thot në zemër të vet, zotëria më vonon të vi dhe fillon t'i rrah shokët e vet dhe të hajë të pi me pijanecët, zotëria e këtij shërptori do të vinë në atë ditë kur ai nuk e pret dhe në atë orë kur ai nuk e di. Do ta ndeshkoj rend dhe do t'i rezervoj fatin e hipokritëve. Atje do të jetë qara dhe kërcëllimi dhëmbësh. Dhe shkojmë tani tek paragrafi i 13 i kapitullit 25. Prandaj rrini zgjuar, sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilën do të vijë biri i njeriut. Mbretëria e qiejve i ngjan gjithashtu një njeriu që kur po nisej për në udhëtim i thirri shërptorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta. Njërit i dha 5 talenta, tjetrit 2 dhe një tjetri 1, secilit sipas zotërisë së tij dhe u nis fill. Tani ai që kishte marrë të 5 talentat, shkoi dhe bëri tregti me to dhe fitoi 5 të tjerë. Po ashtu edhe ai që kishte marrë 2 talenta, fitoi edhe 2 të tjerë. Por kurse ai që kishte marrë 1, shkoi, hapi një grop në dhe e fshehu denarin e Zotit të vet. Tani mbas një kohe të gjatë u kthye dhe Zoti i atyre shërptorëve dhe i bëri llogarit me ta. Dhe ai që kishte marrë të 5 talenta doli përpara dhe i paraqiti 5 të tjerë, duke thënë: Zot, ti më besove 5 talenta, ja, me ato unë fitova 5 talenta të tjerë. Dhe i Zoti i tha: të lumt, shërptori i mirë dhe besnik, ti u tregove besnik në të vogla, unë do të të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Pastaj erdhi edhe ai që kishte marrë të 2 talentat dhe tha: Zot, ti më besove 2 talenta, ja, me ato unë fitova 2 talenta të tjerë. Dhe i Zoti i tha: të lumt, shërptori i mirë dhe besnik, ti u tregove besnik në gjëra të vogla dhe unë do të të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Në fund erdhi edhe ai që kishte marrë vetëm 1 talent dhe tha: Zot, unë e dija si je njeri i ashpër, që korr atje ku nuk ke mbjell dhe ku nuk ke shpërndar. Prandaj pata frikë dhe shkova dhe e fsheha talentin tënd nën tokë. Ja, unë po të ta kthej. Dhe i Zoti duke u përgjigjur i tha: shërptori i mbrapsht dhe i përtac, ti e dije se unë korr atje ku nuk kam mbjell dhe vel aty ku nuk kam shpërndar. Ti duhet t'ja kishe besuar denarin tim bankierëve dhe kështu në kthimin tim do ta kisha marrë me interes. Prandaj ja hiqni këtij talentin dhe ja jepni atij që ka 10 talenta, sepse atij që ka do t'i jepet edhe më e do të ketë me bollek të madh, por ai që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka. Dhe flakeni në errësirën e jashtme këtë shërptor të pavlerë, atje do të jetë qara dhe kërcëllimi dhëmbësh. Amin, fjalës të Zotit. 2 çështje shumë serioze. Punoni, thot, jo për ushqimin që prishet, por për atë që mbetet në jetë të përjetshme. Pra mos puno duke kërkuar se çfarë të hash, apo çfarë të pish, apo se si të kalosh mirë. Dhe si të duket, dhe se si të dukesh, apo të shfaqesh që të dukesh sikur je i madh dhe i rëndësishëm. Por jo, përpara se gjithashtu të kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha të tjerat unë do të t'ua jap si shtesë. Mbretëria e Perëndisë është drejtësia e Perëndisë, paqja nëpërmjet Jezu Krishtit dhe gëzimi nëpërmjet Frymës së Shenjtë. Dhe kush
i shërben kështu Perëndis, do më thënë me drejtësinë e Perëndis, do më thënë me dashurinë e Perëndis. Kjo është drejtësia e Perëndis, është dashuria e Perëndis atë. Dhe kush punon me dashurinë e Perëndis, me paqen e Krishtit, sepse ai është princi i paqes. Paqen time u jap ju, jo sikurse e jep bota. Por paqen time thot, që është paqe dashuriet dhe jo paqe friket. Dhe përfundimisht gëzimin e frymës të shenjtë, sepse i gëzuar është njeriu vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Pra, nuk është e mundur që të ketë njeriu gëzim vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë, sepse vetëm fryma e shenjtë e drejton në çdo të vërtetë. Dhe më e rëndësishmja, vetëm fryma e shenjtë i zbulon të ardhmen. Sepse nëse vazhdon kështu për shembull, domethënë Solomoni nuk kishte frymë të shenjtë. Kishte dituri, kishte mençuri, por frymë të shenjtë nuk kishte në mënyrë që t'i shfaqte se e ardhmja e tij do të ishte e mirë. Por e falenderojmë Perëndin sepse na ka pagzuar me frymë të shenjtë. Dhe kur e përdorim, mbushemi me frymë të shenjtë, atëherë dhe vetëm atëherë Krishti është miku jon, na flet gojarisht nëpërmjet frymës të shenjtë. Na drejton në çdo të vërtetë dhe na zbulon të ardhmen. Dhe kështu e njoh ose e di të ardhmen time. E njoh ose e di të ardhmen e fëmijëve të mi. Nuk jam në ankth apo në frikë. Kush më zbulon të ardhmen? Fryma e shenjtë. Kur dashuria e Perëndis atë është e dhënë në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë, ku dashuria e Perëndis atë e përsëris dhe gjithnjë do ta përsëris, na jep jetë, na jep shpresë. Dhe më bën që të shpresoj në Krishtin dhe vetëm në Krishtin. Dhe shpresa ime jep jetë besimit tim, sepse e shndërron në besim të aktivizuar prej dashurisë. Atëherë me të vërtetë veproj ose punoj për drejtësinë e Perëndis. Për mbretërinë e Perëndis punoj. Kështu kënaqet Perëndia dhe kështu jam frytdhënës dhe përpara njerëzve. Kam fryt që s'kam turp. Pra përpiqu të paraqesësh veten tënde shërptor të papërtuar, që të mbash fjalën e Perëndis, që nuk drejtohesh nga ndjenja jote njerëzore, nuk bën atë që të duash ti, por gjithmonë pyet Zotin. Gjithmonë e pyesim Zotin. Kur nuk vendosim nga vetvetja jon, Zot, mua më pëlqen kjo, çfarë të bëj? Do të tregoj Perëndia se çfarë i pëlqen që të bësh. Unë dua këtë shumë, çfarë të bëj, o Zot? Tani tema është pra jeta jonë mvaret nga ato që kërkojmë. Kërkojmë se çfarë i pëlqen Perëndis, çfarë don Perëndia dhe se çfarë don Perëndia dhe bindemi. Perëndia kështu na bekon. Sa? Në të gjitha na bekon. Dhe jo vetëm që do të jemi të bekuar këtu në këtë tokë, por do të hyjmë edhe në mënyrë të pasur nëpërmjet dyrëve në mbretërinë qiellore. Dhe do të jemi gjithmonë ylli ndryshon sipas yllit, sipas lavdisë që ka. Do të jemi pranë Krishtit dhe do të kemi dritë. Dritë nga drita, nga Perëndia i vërtet. Kështu pra ekzistojnë dy kategori njerëzish. E para, shërptori i mirë dhe besnik, dhe e dyta, punëtori dhe i mençuri. Punëtori dhe i mençuri kush është? Është ai që Perëndia, nga që është shërptori i tij, Perëndia i ka dhënë ushqimin e përcaktuar që t'u ndaj në kohën e duhur shërptorëve të tij. E përsëris, e duam Perëndin që t'i shërbejmë vëllezërve tonë. Nuk i duam vëllezërit tonë që t'i shërbejmë Perëndis, por e duam Perëndin që Perëndia me anë të dashurisë që na jep mundësinë që t'i shërbejmë familjes tonë, fëmijëve tonë dhe shohim rezultatet. Shohim frutdhënien. Lavdi emrit të Perëndis. E falenderojmë Zotin për të gjitha.
Ai është besnik dhe shërptor i mençur, i cili merr ushqimin nga duart e Krishtit, që është fjala e Perëndisë, sepse njeriu nuk do të rrojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Merr ushqimin dhe kështu ushqen ato të cilëve Perëndia e ka vënë për t'u shërbyer. Përpara së gjithash familjes të tij, pastaj çfarë do tjetër që ti ke dhënë Perëndia? Punën e tij, farefisin e tij, kishën në të cilën shkon, dhe si i shërbejmë kishës? I shërbejmë sikur t'i shërbenim Krishtit. Si i shërbejmë familjes tonë? Sikur t'i shërbenim Krishtit. Sa e duam gruan tonë, sikur Krishti don kishën. Sa e doni burrin tuaj, o motra, ashtu sikur se kisha i nënshtrohet dhe don Krishtin. Këto janë sekretet të mëdhaja për kaq të thjeshta që t'i bëjmë. Ndryshe, do të ecim jo nga lavdia në lavdi, as nga hiri në hir, por nga dështimi në dështim. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. Por fatkeqësisht ekziston edhe ai shërptor i keq dhe dinak. Ekziston shërptori i mirë dhe i mençur, por është edhe shërptori dinak dhe i lig. Dhe shërptori i keq si duket? Duket nga vet jeta e tij. Zihet, e gërsohet, zemërohet. Perëndia të na ruaj. Mësoni prej mejet, thot, se unë jam i butë dhe i përullur në zemër. Kjo është një kërkesë e bukur që s'do të harrojmë kurrë. S'duhet të harrojmë. Nuk gjykojmë, sepse kur të gjykosh, do të gjykohesh. Nuk dënojmë kënd, sepse po të dënojmë, do të dënohesh. Por çfarë bëjmë? Lutemi për tjetrin. Pyesim Zotin, çfarë të bëj për këtë? Më thuaj ti o Zot. Bekoje ti o Zot. Por e keqja e madhe në jetën tonë është krenaria. Tek krenaret Perëndia i kundërshton. Hir bën vetëm tek të përullurit. Vetëm i përulluri gjen hir. Vetëm tek të përullurit bën hir Perëndia. Çështje e mbaruar kjo. Dhe i përullur din çfarë do të thotë? Vishuni me përullësinë duke ju nënshtruar njëri tjetrit. Sepse tek të përullurit bën hir, kurse tek krenaret kundërshton. Na ndihmo o Zot. Këto i themi jo se i bëjmë, por i themi që të na ndihmoj Perëndia që t'i bëjmë. Për këtë arsye, këmbgulin në ligjin e përsosur të lirisë të mos jemi dëgjues dhe harraç, por të jemi bërës të fjalës të Perëndisë, të veprës të Perëndisë. Sigurisht këto të dy kanë një fund, sikur Solomoni, apo sikur Davidi. Fundi Davidit ishte i lavdishëm, kurse fundi Solomonit ishte i keq. Ma Solomoni ishte me dituri dhe me mençuri të plot, por Davidi ishte me një zemër sipas zemrës të Perëndisë. Ky është ndryshimi i madh. Ajo që Davidi e këshilloi Solomonin që të kërkoj dituri dhe mençuri që t'i nënshtrohet dhe që të bëj plotësisht fjalën e Perëndisë. Por jo që të bësh mbret i mirë. Mbret i mirë jam unë, thot Zoti. Por ti të bësh shërptor i mirë, punëtor i mirë. Aleluja. Jo të bësh baba i mirë apo bashkëshort i mirë. Unë jam baba dhe Zoti i shtëpisë sate. Ti të bësh punëtor i mirë dhe shërptor i mirë i familjes sate. Perëndia të na ruaj. Dhe këtë e shohim nga rezultati. Rezultatet janë të dukshme. Por tani të shkojmë në kategorinë tjetër të njeriut që është punëtor i Perëndisë. Dhe thot, sepse mbretëria e Perëndisë i ngjan si një njeriu i cili thirri shërptorët e vet. Dhe shikoni, nuk thirri të ligët apo të këqind, por thirri të mençurit dhe punëtorët.
i mirë dhe i mençur, ky punëtor, i thirri këto punëtor pranë vetes, kanë forcë, mundën të bëjnë vullnetin e Perëndisë. Dhe sipas mundësisë të gjithë secilit, aq pesh sa mund të duroj gjithë secili. Mund të durosh të ngresh peshën ose barrën e fjalës të Perëndisë në të gjithë jetën tënde. Nga mosha fëminore deri në pleqëri të thellë, domethënë Davidi këtë e mbajti, që 17 vjeç deri 70 vjeç kur vdiq. Përse? Sepse ishte burr me një zemër sipas zemrës të Perëndisë. Domethënë zemra e tij donte të bënte gjithmonë vullnetin e Perëndisë. Zemra e tij nuk kërkonte lavdin, as lavdin e Perëndisë, por donte të lavdërohet Perëndia, por ai të përulej dhe të jetë më i vogli i të gjithëve. O Zot Perëndi. Sipas forcës, sipas mundësisë të gjithë secilit, vjen Zoti i plotfuqishëm dhe jep atij që ka shumë forcë të duroj, jep 5 talenta. Tjetrit që ka më pak forcë, jep 2 talenta. Kurse ai, duke patur dëmshuri për të sepse nuk ka shumë forcë, i jep 1 talent. Por tani tema nuk është se sa talenta ke. Tani tema është se si punon me këto talenta që t'u dhanë. Dhe cilat janë talentat? Mund të jetë talenti bukuria që ke, bukuria e një të riu apo të një të rejet, dituria, zgjuarësia, dhuntit frymërore dhe shërbesat akoma, shërbesat frymërore. Ke, të ka dhenë. Por, si shërben me ta? Shërben i fshehur që të mos shoh askush, ka për të bekuar Perëndia, apo shërben duke dashur të shfaqesh veten tënde, nuk mundet Perëndia dhe po të doj, të bekoj. Ai që mori të 5 talentat dhe ishte më i forti, punoi për këto 5 talenta dhe duke punuar kështu fitoi edhe 5 talenta të tjerë. Fitoi edhe 5 të tjerë, ma ç'është ky fryt? Ky talent që fitoi është fryti, ka fryt të mirë dhe të qëndrueshëm. Pra fitoi ai edhe 5 talenta të tjerë. Sa serioze është kjo? Duke punuar për te, do më thënë fitoi edhe ai 5 talenta të tjerë duke ju shërbyer këtyre 5 që i dha Perëndia. Dhe kur erdhi të kërkoj llogarin Zoti, për para këmbës të Krishtit që do të shkojmë një ditë, i thot, eja shërptor i mirë dhe besnik, në pak qëndrove, në ato 5 talenta që të dhash, çfarë do të qofshin këto 5 talenta? Qoftë puna jote, qoftë aftësia jote, qoftë dituria jote, të predikosh, them për shembull, të profetizosh, them, apo çfarë do që të ketë dhënë Perëndia. Në ato pak që qëndrove besnik, unë kam për të vënë në shumë. Ku? Hyrë në gëzimin e Zotit tënd. Hyrë në mbretërinë e qiejvet në mënyrë të pasur nëpërmjet derës. Sepse punove për këto dhe kështu solle rezultat, solle fryt. Eja shërptor i mirë dhe besnik. Pastaj vjen tjetri, me më pak forcë se sa ky që kishte 5 talentat. Do më thënë, me falni që e them kështu, por nuk ishte do më thënë kaq i bukur, apo kaq e bukur. Nuk ishte edhe kaq i ditur, apo kaq e ditur. Nuk që të ketë kaq punë të mirë. Nuk ishte edhe kaq shumë dhunti frymërore për kishte, por jo kaq shumë sa kishte i pari. Për këtë arsye vetëm 2 talenta i dha. Por ishte që shërbente, punon i thot për ushqimin jo që prishet, por për që të qojë në jetën e përjetshme. Është ajo që të drejton në mbretërinë e qiejvet. Punoj jo që të duket, por në mënyrë të fshehur. Shumë fshehuras. I fshehur. Dhe ku shërbej?
në mënyrë në dhomën time të lutjes. Në dhomën e lutjes, aty shkoj dhe gjunjëzohem dhe lutem. Dhe lutem për vëllezërit e mi, për të sëmurët. Lutem për të gjithë sa janë në nevojë. Përse? Sepse zemra ime është e mbushur nga dashuria Perëndis atë. Dhe lutem, çfarë të bëj o Zot me këtë apo me tjetrin? Do të bëj gjë apo do të bësh ti o Zot? Punoj për 5 talentat, punoj për 2 talentat. Rezultati, frytdhënie. Rezultati mirë. Fryt i mirë dhe fryt i qëndrueshëm, deri në fund mbetet. Perëndia të na jap hir, vëllezër dhe motra. Dhe vjen tani edhe shërbëtori i tretë. Me forcën më të vogël, i dha vetëm një talent. Puno për te. Nuk kam që të kërkoj shumë prej tejet. Nuk kërkoj shumë. Por ai kishte tjetër përshtypje për pronarin e tij. Për Perëndinë, zotëria im thot është shumë i egër. E egër është fjala jote, i thanë Jezu Krishtit dhe u larguan prej tij. Mos doni të ikni edhe ju tha dishepujve. Jo, i thot, ku të shkojmë ti ke fjalë jetët të përjetshme. E vështirë është fjala jote, nuk mund të vinë në kish. Ma përse nuk vjen dot? Përse e fut në dhe atë talentin që të ka dhënë Perëndia? Cili është talentit? Është vendi yt këtu në kish. Cili është talentit? Është lutja jote në dhomën tënde të lutjes. Nuk dua të bësh edhe shumë gjëra ti, por shërbe për talentin që të dha Zoti. E vështirë është fjala. Dhe i pa drejtë është, sepse ndërsa nuk mbjell, do në të korë. Ma çfarë thot kështu? Dhe e parësyeshme është, ndërsa nuk shpërndau, do në të mbledh. Dhe tani punon në mendjen e tij. Po të mos e humbi këtë talent që kam. Dhe çfarë ti them? Ka frikë të mos humbas talentin që ka. Po për kjo nuk është frikë e Perëndis, kjo është një frikë thjesht njerëzore. Dhe e mori talentin, shkoi dhe futi në dhe. Në mënyrë që kur të vi, zotëria im të më kërkoj llogari, të mos e kem humbur, që ai jap talentin që më dha. O Zot Perëndi. Perëndia të na ruaj të dashur vëllezër dhe motra, përse si mendojmë. Si mendojmë? Çfarë ke frikë? Për këtë arsye ki frikën e Zotit. Shpreso në Zotin. Pritë Zotin. Dhe s'ke për të zhgënjur. Perëndia të na jap ngushëllim dhe forcë. Por dua të këmbgulli edhe një herë tjetër akoma të dashur vëllezër dhe motra. Si vepron ose si punon për talentin që të është dhënë. Sikur të mendosh ti, sikur ke kuptuar ti, apo sikur don Perëndia. Dhe fjala Perëndis është e qartë. Këto studio, në këto qëndro, dhe atëherë përparimi do të jetë i dukshëm përpara gjithë njerëzve. Atëherë të 5 talentat do t'i bësh 10. Si? Duke studiuar fjalën e Perëndis. Duke qëndruar në fjalën e Perëndis. Dhe karakteristika bazë e asaj që i shërbej Zotit është në dhomën time të lutjes. Atje, në dhomën e lutjes, ku nuk më shef kush, dhe atje ku shkoj me besim duke ditur se atje më pret Ati im qiellor. Dhe pret të më dëgjoj se çfarë do t'i kërkoj. Më jep dituri dhe mençuri që të gjykoj
apo më jep, o Zot Perëndi, dituri dhe mençuri dhe aftësi që të mund të ngushëlloj, të mund të përforcoj tjetrin dhe të mbështes vëllezërit e mi që kanë nevojë. Por nga që unë nuk mundem të lutem, o Zot, ti mbështesësh. Dhe nëse unë do të bëj diçka, ma thuaj, o Zoti im. Më thuaj çfarë duhet të bëj për këtë vëlla që mundohet, për tjetrin që vuan, për atë motër, për vëllain, për këtë bashkëpunëtor timin, kush do qoftë ai, çfarë duhet të bëj, o Zot? Për te. Dhe dua ta theksoj, mos merr vendim se çfarë duhet të bësh ti, sepse do të dështosh. Mos merr vendimin çfarë do të bësh ti, e di se ç'duhet të bëj. Nuk di asgjë. Kjo është ajo që di, se nuk di asgjë. Njeriu sigurisht ka frymë dhe mendon se din, por duhet të mësojmë se vetëm frymëzimi të plotfuqishmit e ndriçon njeriu. Dhe kur do të jap dhe kur do të frymëzoj Perëndia i plotfuqishmi, në marrëdhënien tënde personale me te, në dhomën tënde të lutjes, do të marrësh frymëzim prej Perëndisë. Frymëzimi të plotfuqishmit e ndriçon atë. Ndryshe, pa frymëzimin e të plotfuqishmit, nuk je i pamend. Rezultatet të këqija, edhe personale, edhe familjare. Rezultat i pavlerë. Shiko si u katandis, përse vëlla, ndërsa do të mund të thoshte, e ja shërptor i mirë dhe besnik, në pak qëndrove besnik dhe në shumë kam për të vënë. Dhe shkoj ai dhe i thot, merre talentin tënd, nuk e humba, ma çfarë bëre? Ku është fryti yt? Nuk më zgjodhet ju mua, unë ju zgjodha ju, dhe ju urdhërova të shkoni të sillni fryt të shumt, fryt të mirë dhe fryt të qëndrueshëm, që të mbetet fryti juaj. Dhe pyet Zoti, ku është fryti yt? Ku është rezultati i yt personal, rezultati i yt familjar? Kush është lavdia jote, dituria dhe mençuria jote, apo porulja jote dhe bekimi i Perëndisë? Nuk duhej që atë që ke, atë talent që ke, ta besoje tek bankierët, t'ua jepja atyre, ato dinë se si të veprojnë. Mos e ruaj, futë në bank, dhe cila është banka? Kisha është banka. Sjelle këtu në kish, eja në kish. Mos mungo. Më kujtohet një herë në fillim kur u bë kisha, më thot Zoti, e din se kush është njeriu me bekuar këtu në këtë kish. Dhe unë nuk habita. Them nuk e di o Zot. Më thot ai dhe më tha një emër dhe më tregoi. Por unë nuk e vlerësoja shumë atë vëlla në mendjen time. Dhe i them përse? Sepse nuk mungon kur nga vendi i tij, nga densa kurrin. Po sa përshtypje me bëri, akoma më kujtohet. Dhe atë njeri e bekoi, erdhi demonizuar këtu, dhe e çliroi, e bekoi, i dha fëmijë, i dha familje. Përse? Sepse nuk e la kur vendin e tij bosh. Shpresoj të kuptojnë pra vëllezër dhe motra se çfarë do të thotë në bank apo tek bankieri. Banka është kisha, kurse bankierët janë vëllezërit e tu. Atje të shkosh, atje ta vesh talentin tënd. Do më thënë, ta menaxhojnë ato, t'ju shërbesh. Dhe atëherë të marrësh atë talent që të dhash, ta marrësh me fitim për lavdi dhe nderë të Perëndisë. Pra vëllezër dhe motra, mos punoni për ushqimin që prishet, por për atë që mbetet për jetë të përjetshme. Amen o Zot Perëndi. Falenderoj.